Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani ullinj, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe stomakut tuaj. Ullinjt janë një nga ushqimet më të shëndetshme, janë të pasur me ynyra të shëndetshme, vitamina, minerale të domosdoshme dhe për funksionin normal të trupit. Ja cilat janë përfitimet që do të merrni nëse konsumoni ullinj çdo ditë, sipas Medical News Today. Rregulloj nivelin e kolesterolit, ulin tensionin e lartë, janë burimi i pasur me fibra, janë të pasur me vitaminën E, janë antioksidant të fuqishëm. Ullinjt ulin rrezikun e problemeve të caktuara si Alzheimeri dhe probleme të ndryshme të tij. Parandalojnë koagulimin e gjakut, mbrojnë membranat qelizore, rrisin fertilitetin dhe përmirësojnë sistemin e përgjithshëm riprodhues. Janë të shkëlqyer kundër anemisë, forcojnë sistemin imunitar. Janë të pasur me minerale si magnezi, hekuri, fosfori, jodi dhe të tjera. Furnizojnë trupin me vitamina dhe aminoacide të ndryshme. Përmbajnë acid oleik, i cili është i domosdoshëm për shëndetin e zemrës. Përmbajnë element kompleks kimik natyral që zvogëlojnë nivelin e stresit dhe përmirësojnë kujtesën deri në 25%. Një filxhan me ullinj përmbajnë 4.4 mg hekur. Ndihmojnë trupin të prodhojë edhe element kompleks që reduktojnë yndyrnat e këqija dhe gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyes për të përmirësuar imunitetin. Ullinjt klasifikohen si fruta me bërthamtë të njëjtës familje botanike ku përfshihet qershia dhe pjeshka. Ullinjt i jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtët, ndërsa të zinjt kur janë pjekur plotësisht. Të dy llojet konsiderohen të pasur me ynyra të shëndetshme për organizmin. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i tyre. Përmirësojnë shëndetin e kockave. Një studim i fundit sugjeron se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore, ndaj konsumi i ullinjve është i rekomanduar për kocka të forta. Janë të mira kundër kolesterolit të keq. Acidet yndyrore të ullinjve ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë. Largojnë dhimbjet. Studimet kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe dhimbjes. Janë të pasur me antioksidant. Ullinjt janë një burim i shkëlqyer i biofenoleve, antioksidant që arrin të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut. Janë të pasur me bakterie të mira për stomakun. Ullinjt përmbajnë laktobacille, një nga bakteriet më të mira për stomakun. Sa më shumë bakterie të mira të ketë në stomak, aq më mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacion do të keni në organizëm. Ato janë gjithashtu efikas kundër rrullave. Ullinjt përmbajnë acide oleike që mbajnë lëkurën e butë, të shëndetshme dhe mbajnë larg gjithashtu problemet të rrullave. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës dhe largon rrullat me të paktën 20%. Ulin rrezikun e diabetit dhe mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasura me ynyra mono të pangopra që ulin rrezikun e shfaqjes së diabetit tipi 2 dhe mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse konsumohen ushqime me yndyrë dhe zgjidhni ushqime dhe nën produktet e ullinjve. Ullinjt janë të mira në uljen e oreksit të tepërt. Ullinjt përmbajnë acide yndyrore mono të pangopra që ngadalësojnë tretjen dhe stimulojnë hormonet që janë përgjegjëse për informimin e trupit kur jeni të ngopur. Konsumi i ullinjve është i rekomandueshëm sa më shpesh që të jetë mundur në dietën tuaj, dhe vlerat e tyre që do të jenë në organizëm do ta bëjnë atë një nga zgjidhjet më të mira ushqyese. Ullinjt janë pjesë kryesore e dietës mesdhetare dhe fatmirësisht në vendin ton kemi fatin t'i prodhojmë ato vetë. Përveç shijes së tyre të shijshme, ullinjt fshehin edhe një sër përfitime shëndetësore. Dietologu i klinikës Cleveland, Devon Pert, zbulon se sa të shëndetshme janë ullinjt dhe arsyet kryesore pse duhet i bëni pjesë të dietës suaj të përgjithshme. Ullinjt janë një burim i vlefshëm i ushqyesve, edhe pse ato përmbajnë kryesisht yndyrna, ato janë yndyrna të pangopra të njohura për përfitimet e tyre shëndetësore. Përveç kësaj, ullinjt janë të pasura me lëndë ushqyese të vlefshme si antioksidant dhe vitaminën E, të njohura për aftësinë e tyre për t'i mbajtur qelizat të mbrojtura nga dëmtimi. Prandaj, nëse konsumoni rregullisht ullinj, do të përfitoni edhe vlerat e tij. Mbrojnë shëndetin e zemrës. Shumica e rekomandimeve ushqyese rekomandojnë vajin e ullirit si dhe vajin e përfituar të gatimit. Vaji i ullirit përmban acid oleik i cili rrit kolesterolin e mirë dhe ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe mbron shëndetin kardiovaskular. Ullinjt janë të pasur me yndyrna të shëndetshme.
Kur bëhet fjala për shëndetin e zemrës, lloji i yndyrnave që hani është i rëndësishëm se sasia. Prandaj preferoni ullin të cilat janë të pasur me yndyra të shëndetshme. Disa vite më parë kishte një tendencë ndrejt dietave me pak yndyrë, megjithatë u zbulua si rregull njerëzit që rekomandojnë dhe reduktojnë marrjen e yndyrës në mënyrë të pandërgjegjshme arrisin konsumin e sheqerit dhe kontribuojnë kështu në rritjen e obezitetit, shpjeg doktor Perth. Të pasur me fibra. Ullinët janë një burim shumë i mirë i lëndëve ushqyese dhe veçanërisht fibrave të vlefshme bimore, të cilat kanë efekte të shumta të dobishme për organizmin. Për shembull, një gjysmë filxhani ullinj përmban 1.5 gram fibër, sipas ekspertit, ndër të tjera fibra ndihmon në tretjen e qetë, redukton rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe kontribon në një dietë të ngopjes. Përmban vitaminën E dhe antioksidues. Vitamina E është një antioksidant i fuqishëm që mbron qelizat nga dëmtimet dhe rrit rrezikun e sëmundjeve të tilla si sëmundja e Parkinsonit. Në të njëjtën kohë zvogëlon inflamacionin dhe parandalon arteriosklerozën. Marrja e suplementeve të vitaminës E megjithatë mund të shkaktojë efekte anësore serioze, sipas doktor Perth. Prandaj është më mirë që të merrni të gjithë sasinë e nevojshme përmes burimeve natyrore, siç janë ullinjt. Sigurojnë ngopje. Falë përmbajtjes së lartë të yndyrnave, ullinjt të përbëjnë në një recetë të kënaqshme ushqyese. Kjo për shkak se yndyra që merret më shumë kohë për t'u tretur, kështu ju ndihmon të ndiheni të ngopur për më gjatë. Ullinjt janë një recetë ideale pasi kombinojnë ruajtjen e shëndetit të mirë dhe ndjesinë e ngopjes, citon doktor Perth. Ndihmon në menaxhimin e niveleve të sheqerit në trup. Njerëzit që hanë një dietë të pasur me yndyra të pangopura siç janë ato të ullinjve, kanë kontrolle më të mira të sheqerit në gjak, citon doktor Perth. Një studim krahasoi efektet e acidit oleik kundrejt palmitik, një yndyrë e ngopur që gjendet në vajin dhe gjalpin e palmës. Palmititi është i lidhur me rezistencën ndaj insulinës, e cila lidhet me nivele më të larta të sheqerit në gjak, duke rrezikuar zhvillimin e diabetit. Ka efekte antiinflamatore. Ullinjtë përmbajnë fitonutrient duke përfshirë antioksidantët. Ulëntime shkencore të disponueshme tregojnë se këto antioksidantë reduktojnë inflamacionin, i cili mund të dëmtojë qelizat e shëndetshme duke çuar në probleme të rënda. Ullinjtë janë një recetë e shëndetshme për sa kohë që konsumohen në sasinë e kufizuar. 10 ullinj kanë rreth 50 kalori. Siguroni të konsumoni një grusht në ditë. Kjo shumë do ju jap të gjitha përfitimet që nevojiten, citon doktor Perth, dhe kështu do të merrni vlera më të mira të organizmit tuaj. Ullinjtë forcojnë imunitetin dhe mbrojnë enët e gjakut. Ullinjtë janë antioksidant dhe pastrojnë trupin duke eliminuar çdo materie të dëmshme. Rregullojnë nivelin e kolesterolit që do të thotë se mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Për më tepër forcojnë sistemin imun dhe parandalojnë lëndët ushqyese që të krijojnë alergji. Janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që duan të humbasin peshën e padëshiruar. Ullinjtë janë të pasur me yndyra të mira të cilat edhe i kanë të nevojshme trupi ynë. Këto yndyra trupi nuk i ruan si depozita, prandaj edhe duhet të plotësohen. Ato kontribojnë në humbjen e peshës në mënyrë të shëndetshme. Ullinjtë janë një delikatesë e jashtëzakonshme që mund të shtoni në ushqimet tuaja të preferuara, ose thjesht i hani ato në mes të ushqimit tuaj. Ato janë jashtëzakonisht të shëndetshme dhe gjenden edhe një mënyrë shumë e mirë për të rritur vlerat të trupit. Janë të mira kundër dhimbjeve dhe inflamacioneve. Ullinjtë, dhe vaji i ullirit janë antioksidantë të fuqishëm. Ky ushqim i shijshëm i kripur ju ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve, kështu që mund të përdoret më shpesh në dietën tuaj. Mbron flokun dhe lëkurën. Ullinjtë dhe vaji i ullirit përmbajnë komponentë që mbrojnë lëkurën dhe flokun tuaj. Acidet yndyrore të pangopura dhe acidet yndyrore omega-3 gjenden në sasi të madhe dhe këto acide yndyrore ushqejnë, mbrojnë dhe lagështojnë lëkurën dhe flokun tuaj. Të pasur me vitaminën E janë ideale për shëndetin e flokëve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen edhe miqtë tu.